Dhe pyetja ime është, kur je për bukurinë dhe jetë e Zotit, dhe të vjen lajmi që mund të shkosh atje lart, a zgënjehesh nga Zoti më vonë? Dëgjoj fal. Shumë e bukur si pyetje. Domethënë, po të thellohesh në fe, ka shumë shprehje të cilat japin një përgjigje shumë të qartë sa që ti sapo the. Atë Zoti i ka vendosur një obligim vetes së tij që mëshira e tij do e kaloj dënimin e tij, hidhërimin e tij. Që do të thotë, në çdo moment ti vendosi të rikthehesh Zotit. Ajo derë është e hapur për ty. Pa ti mendon që ne këtu jemi kalimtar, pra? Po pa diskutim që jemi kalimtar. Por ti nuk mendon që jeta këtu është gjë më e rëndësishme jona? Po ja, pa diskutim që jo. Kjo nuk do të thotë që ne ta neglizhojmë këtë jetë, pasi në mënyrë sa jetë ku do dilte forca, që poshtë smundjen. Ne, domethënë, fitojmë jetën tjetër. Pra kjo nuk do të thotë që ne ta neglizhojmë fare këtë jetë, të izolohemi apo ku diun, të shkojmë të jetojmë mal, se Jehova e ka këtë teori zakonisht?